حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالإمام طحاوي رحمة الله عليه: والجنة والنار مخلوقة. Gjeneti dhe xhehenami janë të krijuar. La tafniyani abadan wala tabidan. Asnjëherë nuk shkatërrohen e as nuk harxhohen. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. Dhe sa Allahu Ta'ala ka krijuar gjennetin dhe xhehenamin para krijesave. وخلق لهما أهلا. Dhe ka krijuar për të dyjat banor. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. E kanë dënë për atyre banorëve krijesave të tij, e qanë, e shpijen, e fut në gjennet, fadlen minhu, nga mirësia e tina. Po edhe kanë dënë për atyre krijesave e qanë në xhehenem, apo e fut në xhehenem adlen minhu, nga drejtësia e tina. O kullun ya'malu bima qad farigha lahu. Dhe secili punon, secili njeri punon sipas asaj që është caktuar atina. O sa'irun ila ma khuliqa lahu. Dhe ka për të shkuar drejt asaj që ka është krijuar për te. Wal khayru wash sharru muqaddarani ala al ibad. Hajri dhe sherri janë të caktuara për robët, apo ndaj robëve. Pasi që ka foli Imam Tahawi rahmetullahi alayhi për ditën e gjykimit dhe bazat kryesore të ehli sunnetit për sa i përket besimit në ringjallje, e pastaj besimit mbranda asaj dite të madhe pas ringjalljes, besimin e paraqitjes së veprave para të madhe të Allah, besimin e llogarisë, qoftë rand, qoftë lehtë, besimin në peshojën në të cilën do të peshohen veprat e robëve dhe besimin në siratin i cili do të vendoset mbi xhehenem. Dhe tashmë njerëzit shkojnë o në xhenet e o në xhehenem. Imam Tahawiu nuk e shtjellon as mënyrën se si futen njerëzit në xhenet dhe se çfarë kënaqësish përjetojnë në xhenet, e tjerë, edhe të kundërtën përballë saj nuk e shtjellon edhe mënyrën e futjes së njerëzve në xhehenem, e as ballafaqimet, vështërsitë, mundet, azapet, dënimet e xhehenemlive, llojet e xhehenemlive, nuk i shtjellon Imam Tahawiu, por i shtjellon disa pika të cilat janë të ndjeshme mes ehli sunnetit dhe disa fraksioneve tjera. Sepse ato që i besojnë të gjithë njerëzit dhe nuk i kanë kundërshtuar ehli sunnetin, Imam Tahawiu nuk lodhet shumë për to, ma shumë fokusohet për ta treguar njëherë akiden e muslimanëve të ehli sunnetit,
prej pejgamberit alayhi salam dhe në kohën e tij e që duhet të jetë deri sot. E pastaj një çështje të cilat është bërë debat më shumë rreth tyre, zgjerohet dhe thellohet më shumë në te. Që do që tjetë, thot Imam Tahaviu, pra, Allahu pas më shiruar, innal jannata wan nar makhluqatan. Gjeneti dhe xhehenami janë të krijuara. Në esencë stat janë të krijuara, jep me kuptu se ka dikush që thot nuk janë të krijuara. Për atë arsye që do të më fokusu më shumë në këtë çështje pikën e parë. Pra ne muslimanët ehli sunneti dhe xhamati, përpas që besojmë në xhenet dhe në xhehenem, për ndryshe nuk është musliman ai. Po në xhenet e në xhehenem, krejt njerëzit që e kanë quajtur veten musliman, edhe nëse janë dalë prej islamit, sikur disa fraksione të kaderive, tjere, e të murxheve, kështu me radhë, megjithatë e besojnë se ka diçka që quhet xhenet dhe xhehenem, dhe se ka diçka që do të përjetojnë muslimanët i quajtur xhenet, dhe do të përjetojnë çfarë të quajtur çfarë xhehenem e musliman xhenet. Por meselja është xheneti dhe xhehenemi a janë të krijuara që tani apo do të krijohen mas andej, sepse ka prej njerëzve të cilët kanë thënë se xheneti dhe xhehenemi sahi do të jenë dhe ne besojmë, por tash nuk janë. Siç kanë thënë disa mu'tazile dhe shumë prej kaderive apo ndoshta krejt. Xheneti dhe xhehenemi nuk janë për Allahu i krijon, që të dyja në ditën e Kiametit për të quar robt e vet në xhenet, ata që dojnë, ata që meritojnë, ata që don Allahu, dhe për të shpirë në xhehenem ata që meritojnë apo që don Allahu me quhen në xhehenem. E jenë mënu me filozofi të kota, se Allahu nuk krijon diçka pa urtësi, dhe se ku është ajo urtësi që Zoti ka kriju xhenetin dhe xhehenemin, qysh mëti e pa hynte, pa banu, pa kënaqmet e tjera, krejt janë të papranuara dhe nuk domi të nalemi në to shumë dhe kemi cek prej fillimit, se nuk është qëllimi ynë gjatë shpjegimit të akidës tahavije, Allahu pas më shiru, me cek çdo gjë që është cekur në akide, në debat të fjala në veçanti brenda akidës e Imam Tahavijut, për i fraksioneve të ndryshme të cilat as që na intereson bile me i ditë, e as më pak më thelluar në to, por atë këtu ka pak me i prek për ata që janë të interesuar. Për ndryshe neve na intereson ta kuptojmë bazën e esencën e akidës së muslimanëve, të cilën na vyn me mësu dhe me ta kemi me hijen dhe me të dojmë të takojmë Allahun Azza wa Jall nesër në ditën e gjykimit. Andaj themi se xheneti dhe xhehenemi janë të krijuara dhe Allahu i madhruar i ka krijuar që të dyja para se me krijuar tokën, para se me krijuar krijesat e njerëzit dhe krijesat e tjera që të na vjen neve në hadithet e vërteta pas pak. Prej argumenteve të cilat dëshmojnë qartase se xhenetet dhe xhehenemi janë të krijuara, ka thonë Allahu Azza wa Jall uiddat lil muttaqin, është pregaditur. Është pregaditur për robët e tij të devotshëm. Dhe ka thonë Allahu uiddat lil ladhina amanu billahi wa rusulihi, është pregaditur për ata që kanë besuar Allahun dhe pejgambert e tij. Është pregadit, është kriju, është krya ajo punë. Është krya ajo punë. A nëpse xheneti se xhenet, a nëpse është kriju, ai vjen duke u zbukuru dhe nuk përfundon. Ai nuk përfundon, sepse na vjen neve në hadith. Muslimani kur thotë Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ose kur thotë Subhanallahu l-Azim,
ose thot la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, ose thot la ilaha illa Allah, bën tasbih, bën dhikr, me çdo tasbih, me çdo dhikr i mbjellet nga një pemë në xhenet. Do me thonë, vijet duke u zbukuru xheneti. Që ka jep me kuptu se nuk ka përfundu çdo gjë në xhenet, por si krijes xheneti është e krijuar si krijes e krijuar. Por nëse thu s'ka përfundu, po, bile edhe pasi të futen njerëzit në xhenet, Allahu i madhruar krijon erisi brenda në xhenet, gjëra treja për xhenetlit. Ende krijon gjëra treja, bukuri madhështore në xhenet. Për çashtu në qatë formë, në qatë mënyrë, po, ndërsa se xheneti nuk është i krijuar fare, por krijohet më së ndej, ai është e papranuar në mënyrë absolute nga ehli sunneti dhe xhamati. E sa për këtë xhenemit ka thënë Allahu Azza wa Jall, uiddat lil kafirin, është përgatitur, është krye punë, është përgatitur për çfarë? Dhe ka thënë Allahu inna jahannama kanat mirsada lit-taghin ma'aba. Dhe xhenemi edhe ai gjithashtu ka marrë fund dhe është për taghin, është për zullumçart. Fund o kry puna e xhenemit. Dhe ajete kuranore të shumta, po hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në anën tjetër, janë aq të shumta dhe aq të qarta, sa që vetëm ai që i mohon krejt hadithet komplet, përndryshe nuk ka mundësi mos me besu se xheneti dhe xhenemi janë të krijuara, janë krijuar, janë përgatitura. Dhe presin për çdo moment kur ju shkojnë njerëzit. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e Mirajit që ta ne kemi të njohur, kur është ngritur lart pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbi qiellin e 7. Thot në fund tina thumma talaqa bi Jibril, në fund hadithit. Që hadith fillon poshtë, hajt përfundon mbi qiellin e 7. Pastaj vazhdua me Gjibrailin alayhi salam deri sa shkuam Sidratul Muntaha, është fjala deri te fundi, pika fundit të krijesave të Zotit që munden me ulgjindë në altë, që mund me arrin dhe në atë pikë. Deri te pika fundit të krijesave të Zotit ku mund të shkojnë të arrin, me tutje nuk mund të shkojnë se është i madhi Allah te bareke wa taala. فغشيها ألوان لا أدري ما هي. Edhe kam parë ngjyra të ndryshme, nuk di çka janë ato. Pastaj ka thënë: "Thumma dakhaltu al-jannata fa idha hiya janabidu al-lu'lu'i wa idha turabuha al-misk." Dhe pastaj kam hyrë në xhennet. Ka hyrë i gjallë në xhennet. Dhe pastaj kam hyrë në xhenet dhe kam parë atje pjesë margaritarëve, gurë të ndryshëm, stoliv të ndryshme prej margaritarëve. Dhe dheu i xhenetit, shtroja e xhenetit ishte misk. Kam hyrë, thëmë dakhaltu al-janna, kam hyrë në xhenet. E hadithi tjetër i pejgamberit alayhi salatu wassalam që transmeton Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu ma thot, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur dikush prej jush vdes, i paraqitet atina vendi i vet në mëngjes edhe në mbrëmje. Nëse është për i xhenetlive, i paraqitet vendi vetë në xhenet ku ka me shku çdo ditë, mëngjes mbrëmje. Po nëse është vendi i tina në xhenem, dhe me thonë nësërështë për i xhenemlive, i paraqitet vendi vetë në xhenem. E qysh e paraqitet kur ai nuk ka, sur se mos kishte qenë. Pra është, por vetëm se i hapet rruga, i qelet një dritare, edhe shef xhenetin e vetë për çdo ditë, edhe knaqet.
Pra të arsyesh vazhdim të hadithi thuhet atina, hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yawm al-qiyamah. Ja, kjo është vendi ku ki më shku dhe kështu vazhdohet me të derisa të bëhet kiameti. Ja, atje është vendi yt. E xhenetlia kënaqet në këtë formë, ndërsa xhenemlia torturohet, Allahu na ruajt në këtë formë. Pastaj hadithi al-Barra ibn Azib që kemi cekur atje të vdekja dhe të dalja shpirtit, të futja njeriu të në varre, ardhja me laçeve dhe marrja në pyetje, dhe në mes tjerash, kur shkon shpirti nalt në qiell atje, dhe i thuhet, robi jam e ka qellu. Yunadi munadin min as-sama, dhe fillon me llogarit robi në varr, dhe i thuhet thirret prej qiellit, an sadaqa abdi, kur të jap gjevapin, Zoti jam është Allahu, dini jam është Islami, pejgamberi jam është Muhamedi, thuhet ja qelloj robi me thatë vërtetën, fafrishuhu min al-janna, shtrënja një shtrat të gjenetit, waftahu lahu baban ila al-janna, dhe hapnja një derë robit tam, derën e gjennet, drejt gjennetit, qal fejetihi min rauhiha wa tibiha, dhe i vija tina prej aromës e gjennetit, prej erës e gjennetit, prej mirësisë e gjennetit. Dhe me thonë, është gjenneti, por vetëm se i mundësohet robit Zotit pasi që të vdes, me kontaktu në një farë mënyre me gjennetin e vetë, apo atë të kundërtën me xhehenemin, Allahu na ruajt, ai cili nuk ka besimtar. Ndoshta hadith edhe më i qartë se sa kë, është hadithi Abdullah ibn Abbasit, ku thot në një ditë vap e madhe, zhëg i madh, o zije dielli, o nxan dielli. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thirrë namaz, hadithi është i gjatë, namaz kur nxinet dielli, namaz kur nxinet hana. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka fal namaz gjatë, sa që jenë lodhë sahabët e nejtë në kam, sepse është sënët me fal namaz derisa qelet dielli kur të zinet, dhe gjithashtu hana kur të zinet është sënët me fal namaz derisa qelet. Së është shaj e hidhrimit të Zotit, e namazi është shaj i pendimit, edhe shaj që po e pranon që ne jemi fajtor, që Allahu Azza wa Jall është hidhru të bareke wa ta'ala. Gjatë këtij hadithi e kanë pa pejgamberin alayhi salatu wassalam duke fal namaz, ozgat, afër o shumë afër, po hec afër, pastaj tërhiq, edhe ka vazhdu namazin. Pastaj e kanë vërejt alayhi salatu wassalam ka ik, o tërhiq mrapa, a namazin ka prish, ase kanë ndërprej, e pastaj pa vazhdan namazin. Dhe sahabët për që ditën, qka ka bëhet, edhe pastaj i thanë, ja Rasulullah, në fund, mas namazit krejt, ne diçka të pamë ty sot, bone diçka të namaz, dishte me kap diçka, nuk këna. Pa më herët që ke bon namaz diçka, natyrisht sahabët e pejgamberit kanë qenë shumë të kujdesshëm, alayhi salam, për çdo lëvizje të pejgamberit, çdo vepër, çdo fjalë, sepse ai është legjislator. Pra të arsye të janë të kujdesshëm, mos zbriti diçka, mos ndryshoj edhe forma namazit, mos çka është në pyetje, ta dim edhe ne, ja Rasulullah. Spaku që ditën e pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha, e pash xhenetin, ja qitë Zoti për para xhenetit te bareke o ta'ala. Dhe deshta me marrë një kalavesh e xhenet. Po s'mujta me kap. Se ku ta kisha kapat kalavesh e në xhenet, do të kishi hangër ju deri në kiamet, e nuk ish harxhu kur. Nuk ish harxhu. Pastaj e pash xhehenemin, dhe pash
diçka të mërshëm që s'kam pa kur. Diçka të mërshëm. Dhe I pa shumicën e banorëve të xhehenemit, krejt kjo namaz të falë. E pa shumicën e banorëve të xhehenemit ishin gra. E sahabët e thënë gra. Pse? Shumica e banorëve të xhehenemit gra. Tha alayhi salatu wassalam bi kufrihinna, sa të bëjnë shumë kufër. Sahabët e thanë, e yekfurne billah, ato I bëjnë kufër Allahut? Tha, jo Allahut, nuk është fjala e bëjnë kufër Allahut. Se kufër është me mohu diçka. Por, ka tha, yekfurne le ashir, ato I bëjnë kufër, e mohojnë, pra, e mohojnë lidhjen farefisnore duke filluar nga burri, që ka më shumë të hak ndaj tyne. Yekfurne l'ihsan, e mohojnë të miren që I është bërë atyre. Lau ahsante ila ihdahinne dehre kullehu, thumma ra'at minke shay'an qalet ma ra'aytu khayran qat. Nëse I bën asajna mirë tanë jetën. I bën mirë tanë jetën. Veçanti burri, që kanë hak më shumë të ndaj tyne. Dhe pastaj një herë nuk I bën mirë asajna, një herë, thot, ma ra'aytu khayran qat, kur prej teje hajrë pa nuk kam. E këto kanë peshtë madhe të I madhe Allah. Ne nuk mund të nalemi të kjo hadith se dobi që nxjerrën prej tij janë shumëta, se ka venin këtu, se këtu e tregon natyrën e femrës, natyrën e gruas, e që dohet ta kuptoj çdo burr dhe çdo mashkull, përndryshe nuk do të mund të kaloj jetë me gru, e hakun e njënin që të tjerë, por neve po na intereson se pejgamberit ju mundësua alayhi salatu wassalam e pa I dul për para xhehenemi dhe o trishtu prej tina. Çka do të thotë se xhehenemi është bile edhe më qartë se sa kaq, sepse dikush mund të thotë po I është paraftyru për atyre që filozofojnë nga muslimant, e që gjithmonë ka pas të atill. Po mirë që ka me thonë hadithet pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam I cili thot Allahu kur e krijoj, pas e kriju gjenetin edhe xhehenemin, e dërgoi Gjebrailin aleyhi salam në gjennet, edhe I tha, shko dhe shiqa, çka kam përgatitur për robët e min, shko shiqa. Dhe Gjebraili alayhi salam shkoi dhe shiqoi e në gjenet, ose në gjenetit e shikoi se çka ka përgatitur Allahu për robët e tij, që ende si ka kriju. Dhe I tha, kur o kthye, pasha madhënin tënde, nuk ka njeri cili ka me ndëgjue për gjenet, e që nuk ka me hyje në te. Ka për qëllim nuk ka njeri që ka me ndëgju për gjenet, se sani bukur e dënja e lakmon për sanet bukura. E kush nuk lakmon e në gjenet, dhe thuj ndash në ryshe kush është ai cili ik dhe largohet e distancohet për gjeneti, kore kuptan se qka o gjeneti. Për atë arsye Gjebraili I bindun për thot, ja, nuk ka njeri cili ka për të ndëgjuar për gjenet e që nuk ka me hyj, si mbas tina. Mirë po, për thot pejgamberi në vazhdim, gjenetin vazhdim, fe emere bil gjenneti, fe huffet bil mekari. Gjenetit I ushtruhe rruga me mekari, me gjëra të rënda të vështira. Tash rruga me shku në gjenet, gjeneti I mirë për dhe jam bërë dhe si kërkosh, por rrugës e cila të shpije në gjenet, rrugë me gjemba me thera. Dhe tash Allah I tha, hajtë këtheve dhe një herë dhe këqyrë që kam pregadit për rëpë të mi.
Dhe kur kthi Gjebraili dhe e pa, i tha Allahu Azza wa Jall, pasha mallnin tënde o friksova se asnjë njeri nuk ka me hyrë në xhenet. Ai njëjti xheneti, por pasi Allahu ja sharoi dhe ja qiti përpara, ja personifikoi Gjebrailit vështërsitë të cilat duhet përjetuar për me shku në xhenet, rrugën e shtruar me gjimba dhe me therra, Gjebraili u friksu se asnjë njeri nuk ka me hyrë në xhenet. Gjembër dhe therrat janë qëtu ibadetet tona, që këtë dini jonë, që këtë sabër do të me pas, qëtu rëzicit më që në paraqitin gjatë jetës tonë, që dohet shumë i sfidu, me përbalu, për me te kalu, e për me arrit në xhenet. Pastaj Allah Azza wa Jalla dërgoi Gjebrailin në xhenem dhe tha, shko shëqa që ka kam pregadit për rëbët e mi, për banorët e xhenemit, li ehliha, për banorët e xhenemit. Dhe Gjebraili shkoi dhe shikoi, tha, e po xhenemin ka hanjani tjetrin. Dhe u kthye dhe tha, wa izzatuk, pasha madhnin tonë, nuk ka për të ndëgjuar kush për xheneme që ka me hyen të ja. Kërkusin në ta, kur ndëgjon e ta kupton se çka është xhenemi. Atëherë Allah i madhruar urdhëroi dhe xhenemi u zbukuru me epshe. Rruga e xhenemit është rrugë e lehtë, me kujtë, me epshe. Dhe i tha Allah Gjebrailit, shko dhe shiko tash që kam pregadit për rëbët e mi. Dhe Gjebraili shkoi dhe shikoi dhe u kthye dhe i tha, pasha madhnin tënde o friksofa, se nuk ka për të shpëtuar prej ti asnjë njeri, la ilaha illallah. Pra aq tërhec është, aq shumë i tërhek njerëzit. Rruga e xhenemit, e cila është shtruar me drandofila e me lule, sa që Gjebraili ka pas frikë se asnjë njeri nuk do të shpëton prej xhenemit, Allah na ruaj. Neve nuk na intereson tash rruga e xhenetit e xhenemit për këto. Në këtë moment po na intereson se ky hadith është, çka më thotë hadithi tjetër. Kysh me komentu ndryshe për pas se xheneti dhe xhenemi janë të krijuara. Dhe se Allah i ka kriju mati shumë, mati ka kriju i madhe Allah. Ka marrë fund, aje punë. Pastaj thot Imam Tahawi rahmetullahi alayhi, la tafniyani abadan wa la tabidan. Çështja pika 2 që është thellën ky alim i madh, ky imam është, ato janë për gjithmonë, nuk harxhohen kur asnjëherë u krye punë. Nuk shkatërrohen, nuk harxhohen, besin për gjithmonë. Kështu ka thënë jumhurul a'immati min as-salafi wal khalafi, pjesa absolute dërmuese e ulemave nga selef dhe nga khaleft. Nga seleft, nga 3 gjeneratat e para, sahab, tabin, tabi'in, po edhe nga seleft, ata që kanë ardhur mas tyre deri te Imam Tahawiu dhe deri te dita jonë sot. Thonë se xheneti dhe xhenemi janë për gjithmonë, nuk harxhohen kur, as nuk shkatërrohen. Mirë po është çudi se për xhenem që do të shkatërrohet, kanë thënë disa prej ulemave të selefve dhe të khalefve. Dhe i kanë cekur edhe në për libra këte. Por nuk kanë thënë se xheneti do të shkatërrohet, xhenemi, disa. Tha shumica, jo nuk shkatërrohen asnjëri. E ka pas të atil të marë, sikur se Gjehm bin Sahwani që kemi folë për të për Gjehmive, një fraksion i devijuar që shumë ja kanë pa sherrën musliman, ka thonë se dhe xheneti shkatërrohet. Por nuk e që ka diskuton në të asnjëherë. Xheneti dhe xhenemi për gjithmonë. Sa i përket xhenetit, që është për gjithmonë, ka argumentet shumë të sa të dush. Për shembull, çka thoni madhi Allah Azza wa Jall, la yadhquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula.
në xhenet nuk do ta shijojnë njerëzit vdekjen. Nuk do të përfundojnë illa al-mautat al-ula, përpas vdekjes së parë që kanë shiju kur kemi vdek. Në këtë botë më nuk ka. Është përgjithmonë në xhenet. Dhe ajete tjera, po dhe hadithet shumë të pejgamberit alayhi salatu wassalam, që janë shumë të qarta. Prej tyre, hadithi pejgamberit alayhi salam, ai I cili hyn në xhenet, yan'am wala yay'as wa yakhlud wala yamut. Ai I cili hyn në xhenet kënaqet dhe nuk dëshpërohet, është për gjithmonë dhe nuk vdes. Është për gjithmonë. Dhe hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam, pasi të hyjnë njerëzit në xhenet, ndëgjojnë një za, ku I drejtohet krejt xhenetlive për një herë. O I banor të xhenetit, ju ta keni me jetue të shëndosh dhe kur nuk keni me osmu. Ju ta keni me jetue të ri dhe kur nuk keni me u plak. O an tahju fela të mutu ebeda, dhe ju ta keni me jetue për gjithmonë dhe kur nuk keni me vdek. Dhe ata knaqen, kur ndëgjojnë këtë za që vijë garancë se nuk kanë për të vdekur, nuk kanë për të sëmur dhe nuk kanë për të plakur. E hadithet tjetër më nalt nuk kanë për të dëshpruar. Pra jetën kulminacion luksoze dhe e mirë, pa e që në interesën neve se nuk ka vdekja asnjëherë. Pastaj kemi të cekë edhe me herët hadithin e pejgamberit alayhi salam, ku mes xhenetit dhe xhehenamit sillet vdekja në formë të një dashi, dhe prehet pasi që thirrën o I xhenet li, apo njihni këtë, po kjo vdekja, o I xhehenam li, apo njihni këtë, po vdekja, prehet dhe thuhet vdekja mor fund, I xhenetlit jeni për gjithmonë në xhenet, dhe I xhehenamlit jeni për gjithmonë në xhehenam. Xhenetlit kënaqen, shtohet kënaqësia dhe më shumë, kur e marrin vesh se do të jenë për gjithmonë në xhenet, dhe xhehenamlive u shtohet vujtja dhe dënimi, kur e kuptojnë se janë për gjithmonë në xhenem. Asaj përket xhehenamit që do të jetë për gjithmonë, njerëzit janë ndarë në 8 grupe, po neve s'po na interesojnë me I cek ato. Njerëzit janë ndarë në 8 grupe, sa I përket përfundimit të xhehenamit. Ata që kanë, që thamë se është mendim I shumicës absolute të ulemave, edhe që argumentet janë qarta me ta, është se xhehenami do të jetë për gjithmonë sikurse xheneti, dhe nuk do të harxhohet. Por ka disa prej ulemave, muslimanëve, dietarëve islam, të cilët kanë thënë se Allahu Azza wa Jall njëherë I nxjerr prej xhehenamit musliman që kanë merituar me u dënue një kohë në xhehenam sa dën Zoti. Njëherë nxjerr. Dikur vazhdon dënimi me ata tjerë, vazhdon. Sa dën Zoti. Dhe dikur harxhohet në xhehenami me gjithë ta bashkë. Merë fund, e mbetet xheneti për gjithmonë. Për ulemave selefet e ehlesunetit xhamatit nuk ka diskutu kur kush për xhenet. Për xhehenam kanë diskutuar nga pak se Omeri radiallahu anhu, Abdullah ibn Mas'udi, Ebu Hurejre, Ebu Saidi, dhe disa të tjerë. Kështu kanë kuptua të argumentet. Dhe në mundu me kuptua edhe prej cilësive të Zotit.
se mëshira e Zotit është shumë e madhe në botën tjetër. Një hisë të rahmetit e ka qitë Allah në këtë dynja, 99 në botën tjetër. Pastaj pejgamberi ka thonë se Allahu ka thonë të bareke wa ta'ala, in rahmeti sabaqat ghadabi, rahmeti jam është para dhe më e madhe se sa hidhrimi im. Dhe herë do kur do i madhi Allah i mëshiron edhe ata dhe hargjohen, marrin fund krejt, shkatërrohet. Por argumentet që ndrojnë ndryshe, se edhe xhehenemi do të jetë për gjithmonë. Ajetet janë qarta, sikur se xheneti. Prej tyne ka thënë Allahu Azza wa Jall, përpos atyne që atësekën më herët, argumentet që atësekën më herët, thëtë Allahu wa lahum adhabun muqim, dhe ata kanë dënim të vazhdueshëm dhe të pandërprer. Dhe ka thënë Allahu la yufattar anhum wa hum fihi mublisun, nuk ka ndërprerje, nuk ka pauza, nuk ka largim, nuk ka shmangje, nuk ka fund prej xhehenemit, dhe ata janë të zhytur në te. Dhe ka thënë Allah felen nazidahum illa adhaba, dhe atyne nuk ju shtojmë tjetër, por nuk ja shtojmë lehtësimin, por vetëm ja shtojmë azapin mbi azap. Dhe ka thënë Allahu khalidin fiha abada, për gjithmonë do t'jenë te. Në gjuhën arabe kur thuhet abada, ka për qëllim infinit, pa fund kur. Dhe ka thënë Allahu Azza wa Jall wa ma hum minha bimukhrajin, dhe ata nuk do të nxirren prej xhehenemit. Dhe ka thënë Allahu Azza wa Jall wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat, dhe kur përjet nuk kanë me hyen në xhenet derisa të futet litari që lidh anije në birë të gjelpanës, një gjë e tillë është e pamundur. Dhe ka thënë Allahu Azza wa Jall la yuqda alejhim fejemutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha, dhe nuk merr fund puna e tyne që me vdekje më hargjua në xhehenem, me marr fund puna e tyne me përfundu, po edhe nuk ju lehtësohet atyre as pak nga dënimi i xhehenemit asnjëherë. Asnjëherë. Dhe shumë hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam, shumë të qarta, të cilat tregojnë se xhehenemi është për gjithmonë sikur se xheneti, dhe kjo është mendimi i ehlis sunetit dhe xhamatit, dhe është akide e selefëve që ka cekë edhe Imam Tahaviu, dhe që duhet ta besojmë ne. Pastaj Imam Tahaviu në vazhdim tha wa khalaqa lahuma ahlan, dhe Allahu ka krijuar banor edhe për xhennet, ka krijuar banor edhe për xhehenem. Aisha radiallahu anha tregon një hadith ku thot, oftu pejgamberi alayhi salatu wassalam në një xhenaze të një sabije, fëmijë i vogël prej ansarëve. Kur oftue, Aisha Korenitë, se është në shtëpi vet, e tha lëmi ai për veti. Zog prej zogëve të xhenetit kur keq nuk ka bë. Lëmi ai për veti, xhenet li. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, sikur se të kishe thonë diçka tjetër ajo Aisha, të kishe thonë pak më ndryshe. E pastaj tha, me të vërtet Allahu ka krijuar xhenetin dhe ka krijuar banor për xhenet, individ me emra të shënuar ata. Ata janë të definuar. I ka krijuar ata për xhenet, ende para se me i qitur këtë dynja. Gjithashtu ka krijuar për xhehenem banor. I ka krijuar ata
ende para se me qitur këtë dynja. Ka për qëllim që kemi cekur atje më herët një njërën prej derseve të këtij libri ku Allahu Azza wa Jall i ka nxjerrë prej Ademit lozët e tij dhe i ka thonë Ademit, këta i kam kriju për xhenet dhe këta janë për xhenem, që kemi cekur më herët. Pra Allah i madhruar te bareke wa taala ka krijuar edhe për xhenet, edhe për xhenem ka krijuar njerëz. E njeriu nuk e din sa është kriju për xhenet apo për xhenem, por Zoti ati na ja ka mundësu me zgjedh hakun, ja ka definuar dhe sqaruar rrugën e xhenetit. E ai që kriju për xhenet, ja lehtëson Allahu rrugën e xhenetit. Ja lehtëson te bareke wa taala. Ka thonë Imam Tahaviu në vazhdim, فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه, e ata që dënë Zoti e çon në xhenet nga mirësia e Tij. Dhe ata që dënë e çon në xhenem nga drejtësia e Tij. Allahu nuk e dënon kërkon pa pas sebeb me dënu, sepse nuk i bie drejtësia e Zotit. Drejtësia e Tij është kur e bën punën e tani e dënon. Po edhe atë që e shpërblen, e bën punën me shpërbly, e tani e shpërblen. Mirë po edhe puna e mirë është kader prej Zotit. Është lehtësim prej të madhit Allah te bareke wa taala. Për atë arsye ne kur udhëzohemi dhe gjejmë rrugën e vërtetë, themi Zoti na ka udhëzuar. Kur punojmë punë të mira, themi Zoti na ka mundësuar dhe na ka udhëzuar me punu punë të mira e punë të hajrit. Po edhe kur të na futen në xhenet Zoti, prap nuk themi jemi hyrë në xhenet me punët e tona, por jemi hyrë në xhenet me mirësinë, mëshirën, rahmetin e Zotit, sepse xheneti është më i shtrejtë se sa që ka mundësi me meritue ne me veprat tona. Kjo është në pika të shkurtra që mund të thuhet për ata që ka dashur ta cek Imam Tahaviu rreth kësaj çështjeje. E ne pra ahle sunetin nuk dyshojmë asnjëherë në ekzistimin e këtyre dy krijesave shumë të mëdha të xhenetit dhe të xhenemit, dhe se ato do të jenë për gjithmonë, dhe se për të dyja ka banor. E ne shpresojmë te i madhi Allah Azza wa Jall që t'jem për atyre që Allah na ka krijuar për xhenet e jo për xhenem. Allahumma amin. Zoti din më së miri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.